shkojmë, do shbohemi, do hikin të gjithë njerëzit dhe do kemi mbajtje të gjitha bizneseve të dalin të mbyllin dyert, sepse do falimentojnë të gjithë dhe do keni pasur. E përshëndes pas folësim më përpara. Mikun tonë i merë punë. Ju mjefni gjithë. Unë përfaqësoj rreth 4 shtresa këtu, për ndjerkët politik, pensionistët, ish minatorët, por edhe si fermer. Unë jam fermer gjithë rritës. Unë një pyetje du me i ban qeveris, kryeministrit, për me marrë shërbimet unë si fermer, që kom pas vështërsi edhe këtu, se unë jam shëgjon, po për me shku më vërrel me i marrë këtë shërbime. Sa më kushton? 5 fish më kushton. 5 fish më kushton. Unë jo shërbime, po atë drejtët e mija mi kërku atje shkoj dot, ose të shkoj me 5 fish shpenzime. Nuk e di. Unë po flasë ndoshta pak i irrituar, po kjo është një çmenduri që bën kjo qeveri dhe ky kryeministër me ne. Prandaj duke shkurtuar se do të lënë radhët e tjerëve, jam me bashkëfolësin, dal nga dal, kërkojmë drejtat tona se kam bindjen se do t'i gjejmë.